Arbana Osmani ka ndarë më në fund lajmin që fansat e saj e prisnin prej kohësh, nisjen e programit të saj më të ri televiziv, një projekt të cilin ajo e quan shumë të dashur për zemrën. Emisioni titullohet Mirëmbrëma Yje Kids dhe sipas Arbanës nuk është thjesht një format argëtues për një hapësirë e vogël, intime dhe ngrohtë ku fëmijët janë në qendër me ëndrat, mendime dhe botkuptimin e tyre plot sinqeritet. Moderatora tregon se gjatë xhirimeve ka mësuar pafund nga të vegjëlit, ndërsa përgjigjet e tyre kanë bërë të reflektojnë më shumë për jetën dhe vendimet e përditshme. Ajo pranon se ka bërë dhe shaka të vogla dhe rrengje të pafajshme, duke përpjekur që fëmijët të ndiheshin mirë dhe të mos mërziteshin asnjë çast. Arbana ka falendëruar gjithashtu partnerët që i besuan projektit, duke u shprehur mirënjohëse për mbështetjen e tyre. Programi pritet të sjellë një energji të re në ekran me emocione të pastra dhe spontanitetin e fëmijëve që gjithmonë mbeten yjet më të sinqertë. Ndërkohë, projekti i saj Mirëmbrëma Yje, i cili publikohet në YouTube, vijon të jetë shumë i shikuar nga publiku shqiptar për shkak të ftuarave dhe deklaratave që ata japin.